الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Kemi mbetur tek hadithi 3 që na e tregon që e ka përmbledh Imam Nevaviu në 40 hadithet e tij. Një hadith I shkurtër I cili I ngjason hadithit paraprak, një pjesë të hadithit ku transmetohet nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Bunya al-Islamu ala khamsin. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dëshmia se nuk ka kush që meriton të adhurohet përpos Allahut subhanahu wa ta'ala dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguari I tij, wa iqamis salati, falja e namazit, wa itaiz zakati, me dhënien e zakatit, wa hajjil beiti, bërja haxhit, wa sawmi Ramadan dhe agjerimi Ramazanit. Në këtë hadith, për dallim prej hadithit të kaluam, hadithin e Xhibrilit ku e ka pyet Xhibrili alayhi salam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shtyllat e Islamit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend haxhin në fund, kurse në këtë hadith është përmend domethënë agjerimi në fund dhe haxhi është përmend para agjerimit, dhe kështu domethënë e kanë dëgjuar këtë hadith, kështu e kanë dëgjuar Abdullah ibn Omeri prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Omeri është djali I emirit besimtarve, Omer ibn Khattabit radhiyallahu ta'ala anhu, I cili e ka pranuar Islamin kur ishte I vogël, kishte vetëm 4 vjet dhe ka bëu hijrat me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu kur është shpërngul për Medinë, është shpërngul së bashku me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu, pra me babën e tij. Ka lind në Mekë 2 vjet pasi që I ka ardhur shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kur ka filluar shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 2 vite ka lind Abdullah ibn Omeri, kurse I ka bërë 21 vjet kur I ka vdek baba I tij, domethënë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu. Ka transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 2630 hadithe. Para mendoni një djalë I ri 21 vjet kur ka vdek Omer ibn Khattabi. Sa vjet I ka pas kur ka vdek, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë shumë I ri domethënë ka qenë. Mirë po 2630 hadithe I ka mësuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe I ka transmetuar domethënë që këto hadithe sot na I mësojnë. Kur I ka pas 14 vjet ka dashur me marr pjesë në luftën e Uhudit, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qitë një kusht që në luftë nuk I ka marr fëmijët cilë domethënë janë nër moshën 15 vjeçare. Në moshën 14 vjeçare ka ndodhur, kur I ka pas në moshë 14 vjeçare ka ndodhur lufta e Uhudit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kthy Abdullah ibn Omeri prej kësaj lufte. Mirë po pastaj në luftën e Hendekut e ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Omerin. Ka qenë një prej sahabive prej më të njofturve në sa I përket domethënë diturisë. Pra ka pas dituri sa I përket Islamit, ka qenë një prej sahabive të njohur I cili domethënë ka pas dituri të thellë në Islam. E ende më I njohur ka qenë për ndjekjen e gjurmëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka marrë ndonjë udhtim, që në atë udhtim ka kaluar në ato rrugë ku ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pushuar në ato vende ku ka pushuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe është fal në ato vende ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal. Saqë tregohet për një pemë e cila ka qenë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pushonte energjinë e saj, thuhet që Abdullah ibn Omeri shpesh ka marrë ujë me shku me ujë që mos po thahet ajo, edhe me I haru domethënë ato kohë domethënë kur ka qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ka pushuar domethënë në energjinë e saj pemë. Ka qenë njëri shumë I devotshëm, saqë njëri prej tabinëve të mëdhej, Said ibn al-Musayyib,
thot kështu, thot law kuntu shahidan li ahadin min ahli al-ilmi annahu min ahli al-janna la shahadtu li ibn Umar, thot sikur se kisha qenë dëshmitar për dikon se është prej banorëve të xhenetit, thot kisha dëshmu thot për Abdullah ibn Umerit, çaq domethënë që ka qenë njëri, domethënë njëri i devotshëm. Ka qenë njëri tepër modest. Treguohet që Abdullah ibn Umeri ka qenë shumë problem me hungër ushqim e mos me pas ndonjë të varfër në sofrën e tij. Saqë treguohet për një herë, domethënë me një darkë, ku priti Abdullah ibn Umeri se mos pe vjen ndonjë fukara me ul me to me hungër bukë dhe nuk i ardh kërkush dhe Abdullah ibn Umeri u ngrit dhe nuk hungri bukë atë natë. Gjithashtu ka qenë shumë i kujdesshëm për namazin me xhamat. Tregon Nafiu rahimahullah, thot se një ditë Abdullah ibn Umerit i ik namazi i yacis me xhamat. Nuk e ka mujt me nxorr namazin e yacis me xhamat, thot atë natë Abdullah ibn Umeri nuk ka flejt ta natën, domethënë duke bu namaz. Vetëm pse i ka ik domethënë i namaz me kon me xhamat. Çat shumë i ka kushtuar rëndësi domethënë me namazet me xhamat. Abdullah ibn Umeri kur ka ndodhur fitnet në kohën e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Umeri është tërheq dhe nuk ka dashur domethënë me marr pjesë në këto fitne. Kanë shku Abdullah ibn Umeri te Kaluçi që ta merr postin e emirit, disa prej tyre i kanë propozuar që ai me qenë prisi besimtarëve, Abdullah ibn Umeri nuk ka dashur me marr këtë barë të madhe, sidomos domethënë ato kohë kur kanë qenë kohët e fitnes. Gjatë jetës tij ka kryer 60 haxhe dhe shumë umre. Ka vdek në vitin 73 të hijretit në moshën 84 vjeç. Pra Abdullah ibn Umeri ka jetu 84 vjet. Dhe namazin e ka falë njëri prej tabiinëve shumë të njohur që është Sejid ibn Xhubeiri, rahimahullah. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të hadithit dhe thotë bunya al-islamu ala khamsin. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Ashtu siç e dim se çdo objekt, çdo shtëpi i ka shtyllat e saj, Allahu azza wa jall edhe këtij dini i ka caktuar 5 shtylla. Pra nuk ka mundësi, nuk parafiturohet domethënë që dikush me thënë unë jam musliman e mos me pas domethënë shtyllën domethënë në bazamentin e tij. Pra është e palogjikshme. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdon thot në fillim thot shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Thot me dëshmu se nuk ka dikush i cili meriton të adhurohet përposa Allahut subhanahu wa taala dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. E kena përmend edhe herën e kaluar se shahadeti i paraprin krejt, domethënë aty në shtyllave tjera dhe krejt veprave tjera. Nëse nuk ke shahadet, domethënë krejt veprat tjera me namaz, me agjerim, me zeqat, me krejt tjera domethënë bin nuk kanë kur far vlere, nëse domethënë njeriu nuk e ka domethënë të parën e që është shahadeti. Allahu azza wa jall për këtë fjalën la ilaha illa Allah, Allahu azza wa jall për këto e ka kriju domethënë njerëzit e xhinët. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Unë nuk i kam kriju xhinët dhe njerëzit për asgjë tjetër vetëm që të më adhurojnë. Për këtë fjalën la ilaha illa Allah, Allahu azza wa jall ka thënë tani ata pejgamber. Thuhet që 124.000 ka qenë nebi dhe mbi 300 kanë qenë pejgamber, kanë qenë rusul. Allahu azza wa jall krejt këta që i ka dërgu domethënë që vetëm ju bëhet qartë njerëzve fjalën la ilaha illa Allah. Thot Allahu azza wa jall wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi anna la ilaha illa ana fa'budun. Thot nuk i kena dërgu pejgamber para teje vetëm se te ata domethënë kena bo shpallje që mos me adhuru kërkon tjetër përpos meje, fa'budun dhe vetëm mu më adhuroni. Pra krejt ta pejgamber, krejt këtë dynja që Allahu azza wa jalla e ka kriju domethënë për la ilaha illa Allah, pra që të adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala e që është pjesë domethënë e tauhidit wal uluhiyya. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Ka thënë është rob dhe i dërguari i tij. Çdo robëri tjetër është në çmim, është për çmim vetëm se ai i cili është robi i Allahut. Kjo është krenari domethënë për besimtarin, është krenari domethënë për atë njeri i cili cilësohet si rob i Allahut subhanahu wa taala. Dikush mundet me thënë pse nuk janë nda këto, pse nuk është bo la ilaha illa Allah me qenë njëna shtylla e islamit dhe Muhammedur Rasulullah me qenë domethënë shtylla tjetër e islamit. Kjo i kanë veti përmban domethënë dy dobi. E para që kemi cek edhe herën e kaluar se për Allahu azza wa jall me ta pranuar një vepër
duhet patjetër që t'i plotëson dy kushte. E para është domethënë që të jetë e sinqert vetëm për Allahun subhanahu wa taala, pra çdo vepër tjetër e cili nuk bëhet për Allahun subhanahu wa taala nuk ka vlerë, nuk çon pesh te Allahu. Falish namaz, japish zakat, shkon hax, nuk e ke sinqerisht për Allahun, vetëm për Allahun subhanahu wa taala, dije domethënë se ajo nuk ka vlerë. Dhe gjëja tjetër, kushti tjetër që duhet me plotësu që me tu pranu një vepër është që të jetë domethënë nën petkun, nën sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse njëra prej këtyre mungon, atëherë domethënë ajo vepër asgjësohet dhe nuk ka kurrë vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Urtësia e dytë domethënë se e përmend këto bashk është si argument karshi atyre domethënë që thonë që mjafton vetëm Kur'ani. Ata domethënë një sekti devijum që janë Kur'aniyin, që thënë neve na mjafton vetëm Kur'ani dhe nuk ka nevojë domethënë për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i cili domethënë e analizon këtë fjalë domethënë dëshmin la ilaha illallah muhammedur rasulullah, e kupton domethënë se suneti është pjesë përbërëse, është ligjvënës në Islam, për shkak se Allahu azza wa jalla ka thënë wa ma yantiqu anil hawa, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet domethënë prej hamendjes, in huwa illa wahyu yuha, nuk është tjetër vetëm se inspirim dhe shpallje prej anës së Allahut azza wa jalla. Fjala la ilaha illallah, qysh e dim, është qelës i xhenetit. Mirë po Allahu azza wa jalla për këtë qelës ka bërë domethënë që mi pas disa dhëm që me to domethënë mundesh me qelë, jo çdo qelës mundesh me qelë xhenetin. Pra janë disa kushte, janë disa sene domethënë që me ato nëse i plotson ato, i thosh fjalën la ilaha illallah, mirë po i plotson që to, disa i kanë përmend 7, disa i kanë përmend 8, nuk është me rëndësi, mirë po domethënë nëse pa i plotsu që to kushtet fjala la ilaha illallah, dije që nuk ke mundësi me qelë derën e xhenetit. Për këtyre kushteve e para domethënë është dituria. Është e palogjikshme që dikush me thënë la ilaha illallah mos me ditë se çka është të thënë. Pra, nëse dush me hin Islam, atëherë duhesh me kuptuar se çka do të thënë fjala la ilaha illallah. Duhesh me ditë se çka përmban fjala la ilaha illallah. Thot Allahu azza wa jall fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije, mas pare ka përmend çka? Me ditë fa'lam, dije se nuk ka dikush që meriton të adhurohet pos Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot Allahu me një ajet tjetër thot illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, përpos atyre të cilët kanë dëshmuar të vërtetën. Komentatorët e Kuranit kanë thënë kanë dëshmuar të vërtetën është fjala la ilaha illallah, thot wa hum ya'lamun, dhe ata e dinë se për çka po dëshmojnë. Pra dinë që janë duke dëshmuar se nuk ka dikush tjetër që meriton të adhurohet përpos Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna, kush vdes dhe e din se nuk ka dikush tjetër që meriton të adhurohet përpos Allahut azza wa jall, do të hyn në xhenet. Kushti i dytë i fjalës la ilaha illa Allah është me qenë i bindur. Dikush mundet me kuptu, mundet me ditë se çka përmban fjala la ilaha illa Allah, mirë po nuk është i bindur. E kundërta e bindjes çka është dyshimi. Një njeri i cili domethënë është dyshim, e din kuptimin e fjalës, mirë po është i dyshim në të, atëherë domethënë për ti nuk pranohet fjala la ilaha illa Allah. Thot Allahu azza wa jall innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Me të vërtet besimtarë janë ata të cilët i kanë besuar Allahut azza wa jall dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yartabu, e pastaj nuk kanë kurrë dyshimi në ato që kanë besuar. Pra nuk mendon që mos dika tjetër është shpëtimi përpos domethënë tek Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush ka dyshim, atëherë domethënë kjo nuk pranohet asesi prej tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha një prej sahabive, men laqita min wara'i hadha al-ha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kon ta takosh pas këtij zili, pra kon të këshillon njëri prej sahabive, ka thënë i cili thot dëshmon la ilaha illa Allah duke qenë i bindur pa kur fardyshimi, thot e ka domethënë pa kur fardyshimi në zemrën e tij, thot përgëzoje atë me xhenet. Kushti tjetër i fjalës la ilaha illa Allah është me pranu. Ti ke mundësi me ditë, ke mundësi edhe me qenë i bindur, mirë po nuk e pranon.
A ka mundësi kështu? Ka mundësi. Thot Allahu Azza wa Jall: "Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun." Dhe kur ju shton atyne thuni la ilaha illa Allah, ata çka janë tregu mendje mëdhej, janë tregu arrogant. Jo që ata nuk e kanë ditë, jo që ata nuk e kanë kuptuar, jo që ata kanë pas dyshime, mirë po prej mendje madhësisë nuk kanë dash me e pranu. Allahu Azza wa Jall çfarë thot për jahudit? Thot alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Thot aty në të cilëve ju keni dhënë librin, e kanë njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ashtu siç i kanë njoft fëmijët e tyre. Madje prej tyre Abdullah ibn Salami, i cili ka qenë rabin prej rabinëve të jehudëve, kur e ka pranuar islamin, kur e ka dëgjuar këta ajet, ka thënë vallahi, ka thënë na e kena njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më mirë se sa fëmijët tonë. E kena njoft më mirë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se sa fëmijët tonë. Mirë po çka? E kanë ditë, ka qenë të bindëm që është pejgamberi i Allahut, edhe prapë domethënë nuk e kanë pranuar. Tregon Safia, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëna besimtarve, tregon një ngjarje kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, thotë e kam dëgjuar baban tim me axhen, thotë tu e pyet domethënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e hu, a është ky çaj, domethënë është ky çaj që na ka treguar Allahu, na ka treguar Allahu në Tevrat, se ky është ai pejgamber i cili ka më ardhur. Ka thënë po. Ka thënë e çka mendon ti me bë? Thotë vallahi, thotë atë nuk kam tjetër vetëm se kam shtu urrëtin dhe armiqësi më të madhe. Këta e kanë ditë, kanë qenë të bindur që ky është pejgamberi për shkak se kështu i ka ardhur domethënë në librat në Tevrat, mirë po çka nuk e kanë pranuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për ato domethënë nëse ke dituri, ke bindje, mirë po nuk e pranon fjalën la ilaha illallah, dije domethënë se nuk ke kurfar dobi prej saj. E katërta është më nështru. Ke mundësi me ditë, ke mundësi me qenë i bindun, ke mundësi me pranu, me thonë po, mirë po çka mos më nështru, domethënë, kujt mos më nështru, aty në urdhënave që Allahu Azza wa Jall na ka obliguar domethënë me to. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Kthehuni tek Allahu, pendoni tek Allahu dhe dorëzojuni Allahut. Nështrojuni Allahut. Pra prej kushteve të fjalës la ilaha illallah është edhe në çka mi nështru Allahut subhanahu wa taala. Për çka mi nështru? Mi nështru çdo sen që Allahu Azza wa Jall na ka bu haram, na me e konsideru si haram, mi nështru Allahut Azza wa Jall. Dhe ato që na i ka leju Allahu Azza wa Jall, me leju domethënë ashtu siç na ka mësu Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu Azza wa Jall më në tjetër, thot wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. E kush është the më i mirë se sa ai i cili i është dorëzu, pra i është nënshtru Allahu Azza wa Jall dhe ai bën vepra të mira. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Thot nuk është besimtar asnjëri prej juve përderisa epshi i tij nuk i nënshtrohet, dëshirat e tij nuk i nënshtrohet asaj që ka marrë unë me to. Pra me ato domethënë gjëra që na ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari i pranon dhe i nënshtrohet atyne. Kushti i pestë i fjalës la ilaha illallah është me qenë besnik. Me qenë besnik atë fjalë se dikush mundet edhe me thënë, edhe me qenë i bindun, edhe krejt mirë po çka nuk e thot besnikërisht, nuk e ka për një me. Çfarë thot Allahu Azza wa Jall në fillim të surës Al-Baqara, kur i përmend cilësitë e munafikëve, çfarë thot? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Thot ka prej njerëzve, cilët thot na i kena besu Allahut, i kena besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa ma hum bimu'minin. Këta kanë thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, mirë po domethënë nuk e kanë pas, domethënë për një me. Nuk e kanë thënë për një me këtë fjalë. Yukhadi'un Allaha wal ladina amanu. Këta përpiqen me mashtru Allahun Azza wa Jall dhe ata cilët kanë besu. Yukhadi'un Allaha wal ladina amanu wa ma yukhadi'un Allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum ma yash'urun. Ata nuk e mashtrojnë kërkon tjetër vetëm sa veten e tyre, kurse ata nuk e vrejnë këtë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. Thot nuk ka dikush i cili dëshmon se nuk ka dikush i cili meriton të adhurohet posa Allahut Azza wa Jall, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, dhe thot besnikërisht prej zemrës tij, thot vetëm se Allahu Azza wa Jall
këtij personi ka më abu haram zjarrin e xhenemit. Pra çka e thot domethënë e thot për një më. E gjashta është e ngjashme sikur se e pesta me pak dallim, domethënë është me e thënë sinqerisht. Pra me qenë sinqer, çka domethënë me qenë sinqer? Çfarë domethënë me bëni vepër sinqerisht, domethënë që ti çat vepër cilën dush jetu dash me e bë me e si të mirë, që mos me pas hise askush tjetër në to, përpos Allahut subhanahu wa taala. S'ke pas sot njerëz për shembull, kur shkojnë lypin diçka që dikush më ndihmu ose kanë ndonjë gajër ndonjë der, thotë vallahi Allahu mirë po edhe fulani më ndihmoi. A di mos i shkon Allahu po edhe fulani, a di unë nuk kisha mbërë qështu. A di mos kesh te fulani, s'ke të mushtu bereqeti. Para nuk do të thënë ky nuk është i sinqert mirë po çka do të thënë në veprën e tij ka përzi edhe dikon tjetër pas Allahut azza wa jall, kurse Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Dhe ata nuk kanë urdhnuar me tjetër vetëm se që me adhuru Allahun azza wa jall mukhlisina lahu ad-din, që me qenë e pastër, e sinqert vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam es'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah, njerëzit më të gëzueshëm, më të lumtur që do të jenë në ditën e Kiametit, domethënë ditën e gjykimit, men qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi aw nafsi, thot ata cilët e thojnë fjalën la ilaha illa Allah sinqerisht, domethënë e cila buron prej zemrës tyne dhe vetes tyne. Kushti i shtatë i fjalës la ilaha illa Allah është me pas dashuri për këtë fjalë dhe për ata të cilët e dojnë këtë fjalë. Me dash fjalën, se ke mundësi domethënë krejt këto të parat mi pas, mirë po çka me pas urrejt e tij e dish se domethënë fjalë la ilaha illa Allah. E ki domethënë je i bindum krejt, mirë po çka domethënë me pas një farë urrejtje, kjo domethënë nuk pranohet domethënë pa plotsu domethënë edhe këtë kusht. Thot Allahu azza wa jall wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan, thot dhe ka për njerëzve cilët i marrin për Zot putat. Andada yuhibbunahum ka hubbillah. I dojnë ata sikurse çush e dojnë Allahun azza wa jall. Thot Allahu walladhina amanu, ata cilët i besojnë Allahut azza wa jall, ashaddu hubban lillah, e dojnë Allahun azza wa jall hala më shumë se sa ata që i dojnë Zotin e tyre. Pra këta e dojnë fjalën la ilaha illallah më shumë se sa ata të tjerë domethënë cilët i dojnë domethënë idhujt e tyre. Dhe disa domethënë e kanë shtu kushtin e tetë, i cili ka thënë me mohu çdo sen i cili adhurohet pos Allahut subhanahu wa taala. Pra mas pare kur thojmë fjalën la ilaha illallah, nuk ka dikush tjetër i cili meriton të adhurohet. Deri këtu domethënë është çka? Është mohim. Çdo sen tjetër e cila meriton domethënë çdo gjë tjetër që adhurohet përpos Allahut azza wa jalla, domethënë këto duhet me mohu çdo kush. Pastaj Allahu azza wa jalla ka bëu përshtim la ilaha illa Allah përpos Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall faman yakfur bit taguti wa yu'min billah, ai cili e mohon tagutin. Fjala tagut i bën domethënë çdo kush i cili adhurohet përpos Allahut azza wa jall dhe ai është i kënaqur me adhurim. Pra çdo kush i cili adhurohet përpos Allahut azza wa jall dhe ai që adhurohet është i kënaqur me atë adhurimin që ai bën. Para to domethënë ka njerëz për shembull sikur të krishterët që adhurojnë kojnë Isa alayhis salam. Mirë po Isa alayhis salam është larg domethënë prej asaj. Mirë po ata të cilët adhurohen dhe janë të kënaqur me adhurimin e tyre, sikur se sot që kemi pa disa njerëz të cilët i adhurojnë dhe ata janë të kënaqur me adhurimin e tyre, këta domethënë quhen tagut. E thot Allahu azza wa jalla wa man yakfur bit taguti wa yu'min billah. E kush e mohon tagutin wa yu'min billah dhe i beson Allahut azza wa jalla, faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, këta janë ata të cilët janë kap për të vërtetën. Këta janë ata domethënë të cilën janë kap për lidhje të fortë, e lidhje e fortë çka është fjala la ilaha illallah. Elusmi Allahun azza wa jall që Allahu na mëson që të vdesim me këtë fjalë la ilaha illallah. Elusmi Allahun azza wa jall që Allahu këtë fjalë na bën të dashur në zemrat tona, dhe të na forcon në ton ditët kur jemi më të vështira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.